Po e zhvilloi një aktivitet shumë të veçantë dhe të mirë për komunitetin. Organizata Thy është duke sjellë jetë dhe ngjyra në rrugët e qytetit të Prizrenit përmes një nisme artistike të pazakontë, vizatime në rrugë dhe hapësira publike, që synojnë të ndërthurin artin me hapësirat e përditshme urbane. Qytetarët janë zgjuar këto ditë me ngjyra të reja në rrugët e qytetit, nga simbolet të trashëgimisë kulturore deri tek mesazhet sociale të pikturuara me finesë. Për momentin jemi duke realizu një projekt që ka qenë pjesë e Upshift. Upshift është një projekt që organizohet nga organizata jo qeveritare Thy këtu në Prizren, me përkraje të UNICEF-it edhe të ADE-s. Pjesëmarrësit e shkollës Remzia Demaj kanë qenë një grup përfitues, cilët kanë fitu një shumë prej 1.000 euro, me atë shumë kanë dashur me realizu një projekt i cili ka pas ndikim në sigurinë e trafikut këtu në rrugën kryesore Remzia Demaj, për shkak të aksidenteve paraprake të cilat kanë ndodhur në këtë rrugë. Ne kemi vendosur me realizu një projekt tërheqës, i kemi zgjedhur disa ngjyra dhe një pikturë tërheqëse, jo vetëm për nxënësit, po ndërkohë edhe për vozitësit këtu, për shkak që me ndërprer ndoshta rreziqet në këtë rrugë, që është njëra prej rrugëve më të frekuentuara këtu në komunën e Prizrenit, edhe po shpresojmë qëllimi ynë ka qenë i mirë në redaktimin e aksidenteve fatale të cilat kanë ndodhur edhe më herët në këtë rrugë. Projekte të tilla, ndoshta jo modeli i njëjtë, mirë po të ngjashme, janë realizuar në disa shkolla të komunës së Prizrenit, varësisht prej nevojës që ata e kanë pas, ku nxënësit kanë pas më shumë probleme sociale, dhe i gjithë synimi i realizimit të projekteve ka qenë përmirësimi dhe ndikimi i tyre social në shoqëri. Do me thonë, jo me pas përfitim veç individual, mirë po që ndikon diçka edhe në rrethin social. Okej, sa ta merr mendja ty që çdo lule kanë menor shpejtësinë e tjetër? Njëkohësisht kisha dashur me cek që për realizimin e projektit e kemi pas mbështetjen e komunës, respektivisht drejtorisë për shërbime publike këtu në Prizren, policisë, institucione, dhe me përkrajen e tyre, me miratimin e tyre, ne kemi vazhdu procedura tutje. Ky projekt po besoj që ka me tërheq vëmendjen edhe secili vozitës ka me ndalë shpejtësinë njëkohësisht, duke u bazu në ngjyra tërheqëse që janë, edhe me ndalë pak a shumë shpejtësinë, sidomos në këtë rrugë ku është e frekuentuar edhe prej nxënësve, po edhe prej njerëzve tjerë lokal të cilët vetë qarkullojnë. Na jemi fokusu që me pas qëndrim sa ma gjatë, e dim që përmes qarkullimit ngjyrave se ka me uzbe, mirë po tentojmë që me pas një gjatësi sa ma shumë. Jemi për kujdes edhe për këtë pjesë, kuptohet që me rreshje të shiut, me shpejtësinë që përdoret e na është pak a shumë e pamundur me realizu një gjatë tillë, po shpresojmë në një gjatësi sa më të madhe të këtij projekte. Këtu jemi të bëni punë një pikturë në rrugë e cila shënohet e vendkalimi i këmsorve, kryesisht i nxënësave, për shkak që është shkolla këtu afër, edhe si rezultati shumë aksidenteve të mëhershme, bashkë me organizatën në cilën jemi kontraktu, kemi menduar që me bëni pamje pak më freskuese, verore, e cila dhe vrehet pak më shumë prej veturave, vozitësve, që me uranë sy dhe me pas pak më shumë kujdes gjatë vozitjes, edhe me shpresë që me i ndalu pak a shumë aksidentet. Po, ngjyrat janë ngjyra për beton, kryesisht që përdoren, për rrugë, janë ngjyra mjaftueshëm të qëndrueshme. Mirë po, rruga ku po punohet, do me thonë puna në rrugë është normalisht pak e qëndrueshme ndoshta se në mur. Po ngjyrat gjithsesi janë material shumë i mirë që qëndrojnë gjatë, edhe po besoj që me vite qëndron të pas parasysh edhe për punëve moraleve të mëhershme që i kam realizu me të njëjtat ngjyrat, njëjtin material. Edhe janë kogja mirë, qëndrojnë kogja gjatë.